Tel Avivi dhe nga Iraku kanë qarë kufirin për në Iran. Ka shansi që ketë një reakcion zinxhir dhe në Turqi? Po, reagime zyrtare të kësajt kanë qenë të kësaj mbeturinë balistike, pra që është goditur me radarët mbrojtësis me anti-raketoret të NATO-s. Anti-raketoret, dhe me thënë copat e anti-raketave të NATO-s kanë rënë në Turqi, pra jo vetë ajo bomba balistike. Këtë duhet të nënvizuar, reagimet kanë qenë shumë të ashpërta me të vërtetë nga Turqia. Biles për herë të parë duhet ta cilësoj që për herë të parë që Erdogani ka 24 vite që është kryeminist dhe president, dhe për herë të parë nuk thot inshallah e mashallah, thot por me përpikmenin nuk kemi lënë asgjë në mshirën e fatit, pra nuk kemi lënë gjë rastësisë, pra nuk thot inshallah e mashallah, po jemi thot me çdo gjë jemi gati, pra nga ajri, nga toka, nga deti, nga të gjitha, dhe kjo ka qetësuar normalisht edhe popullin, sepse lufta nuk është ashtu si flitet apo si shifet për televizione, por dihet kurse pyetjes dhe për këtë shohim edhe reagimet e NATO-s, ka qenë një mesazh sensibilizues qoftë nga NATO-ja, por qoftë edhe nga Turqia dhe NATO-ja atyre vendeve që mundohen që të çojnë që të synojnë domethënë pra antarët e NATO-s. Kurse pyetja po rrethanave të kurdëve që thot Izraeli, po Izraeli dihet që mbi forcën e saj që ka, mbi veprimet efikase dhe shumë të suksesshme sipas asaj që ka, domethënë është që të krijojë kaos sa më shumë, dhe këtë ja ka arritur në të gjithë rajonin, me thënë të drejtën, dhe a mund të arrisë të bëhet të njëjtën gjë dhe në Iran. Gjithë kjo e pyetja është sepse kurdët është për të ardhur keq normalisht, por prej paktën 12 vitesh kanë qenë mish për top për Izraelin, si në Irak, në Siri dhe po ashtu edhe sot, të cilat janë që kërkojnë një shtet, por nuk e kanë bërë ende, dhe gjasa nuk ka, domethënë, për është një pjesë organizata, apo kanë organizata të ndryshme që nga PKK-ja, JPEG-u, PHD, YPG, të tjera, të cilat sponsorizohen nga Izraeli, biles së dërgojnë forcat demokratike të Sirisë, të cilat nga qoftë nga ish Damasku, nga Bagdati, por edhe nga Ankaraja dhe nga Teherani, që quhen organizata terroriste, janë sponsorizuar nga Amerika zyrtarisht, dhe tashmë kanë mbaruar punën në vendet e tyre dhe janë drejtuar drejt Iranit. Pra kështu thonë mediat turke, mediat rajonit, por duhet parë që është një propagandë e Izraelit, po ashtu edhe Amerikës, sepse në planifikimin e tyre, pra në bombardimet e para të Iranit, nëse të kujtohesh shumë mirë, do të bërë që kjo ishte një ditë, 2 ditë dhe të shkoshin në shtëpiat e veta, pra Izraeli dhe Amerika, por duket që, siç e themi në shqip, plani në letra nuk ka dalur në fush, pra kam pasur një gjë tjetër ku me të vërtetë Irani nuk u priste, dhe unë vetë si sokol nuk e priste, pavarësisht se unë nuk jam lider shpirtëror i Iranit, por domethënë ju ka has sharra ngushtë, pra Irani arriti ta zgjerojë në të gjithë rajonin luftën, pra arriti të bëj atë çfarë e pa të premtuar përpara se të vriste Hamanei, dhe tashmë po shohim që në këtë operacion kaq të vogël, në operacion kirurgjikal siç e quajnë, kanë marrë pjesë mbi 40.000 ushtarë amerikan, pra kjo tregon që nuk janë ata anijesh, fregatash, pra luftaniesh, dhe minimum harxhimet ditore bëhet fjalë që i kanë mbi 2 miliard euro Amerika pra në këtë sulme, pra janë bërë 5 ditë. Edhe thuhet normalisht ne tash nuk kemi financierë të ushtrisë amerikane, por se sa flitet, po ashtu edhe Izraeli, Irani ka arritur të bëjnë damën në maksimum, pavarësisht se në media shohim shumë gjëra, por sidomos propaganda e Washingtonit dhe Tel Avivit është shumë rëndësishme, në fakt jo vetëm atyre, por edhe Teheranit, ku në gjendje të tilla është propaganda, mashtrimi, gënjeshtra, dezinformimi është shumë më i fortë se sa vetë ajo prella e bombë që hullet, dhe këtë ka vërtetuar gjithmonë historia, kurse për punën e kurdëve që thash, për Turqia nuk ka frikë, domethënë për këtë punë. Ka arritur një Turqia më duket arriti edhe një pajtim me PKK-n para pak në Turqi ka arritur pajtimi me PKK-n. Në Turqi PKK-ja është shkrir pra nga vetë themeluesi i Abdullah Öcalanit, që është 30 vite në burg dhe është dënuar në
i përjetshëm në burg, por tashmë Turqia ka ndryshuar strategji dhe në zgjedhjet e ardhme pritet që Abdullah Öcalani të jetë deputeti kurt në parlamentin e Turqisë, ku tashmë po presin të dalin në një amnisti ku Partia Ultranacionaliste Turke ja ka dhënë këtë okay dhe presidenti Erdogan normalisht po shef interesat dhe anketimet, domethënë sondazhet se ku do shkojnë vota e kurdëve, por gjithsesi tashmë është e falur dhe Turqia ka një përvojë shumë të gjatë me këtë temë, ku nuk e la të bëjnë referendumin as në Siri, po as edhe në Iran dhe as në Irak, por edhe në Siri, në Iran, domethënë atë të kemi një gjë, po mund të kemi sepse qëllimi i Izraelit, domethënë në të gjithë rajonin është me fshi, me godit, me mbëllë, vërtet vetëm gjak, sepse qenia e vetë Izraelit është mbi gjakun, pra aty kjo duket tashmë kjo. Erdogani thotë që jemi gati, sikur thatë ju, për çdo gjë dhe nuk i ka lënë asgjë rastisht.